Live from Tirana. Live from Tirana. Aleksej, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që jam këtu me ju. Ndërkohë po ti shohësh sytë Aleksit janë nentur pak. Duket se ka qenë një mëngjes i vështirë për ty sot. Le ti përshkruaj, vetëm nuk shpëtova dot as në radio nga ato. Ti lutem. Dëshirë jam në radio, dukem keq jo. Jo se s'ka problem, nuk dukesh ndërkohë ne. Alex, po ti marrësh në këvështrim sytë tu. Me detaje. Syve duket të qartë që edhe veshja jote është krejt gabi, është Na falësh. Alex, unë gjithmonë jam friksuar nga ty sepse gjithmonë je veshur me të errta. Po kohët e fundit je bër pak kështu çun më i mbar. Mama të duan fort në të gjithë Shqipërinë. Ti ndërkohë në mesin e tyre, Alex, je futur kështu si diçka e padukshme, sot je bër pjesë e familjeve. Oh Alexi, oh mama. Ndërkohë ti je aktor, ti je këngëtar, ndërkohë dhe youtuber së fundmi apo jo? Unë vallai veten time e mbaj thjesht aktor, kaq, nuk Kaq. gjitha pjesët e tjera janë pjesë plotësuese, Po të aktrimit. të aktrimit. Por njerëzit kështu si njohin. Ndalemi tek youtuber. Okej. Ti skeçet e tua janë vërtet interesante dhe publiku i do, po ke përmendur ndonjëherë temën e gjatësisë në skeçet e tua? Jo, në fakt nuk e kam përmendur temën e gjatësisë. Është një temë interesante, kështu që faleminderit madje. Nuk e ke bërë, kështu që e frymëzova Aleksin sot. Në fakt është një temë që nuk e kam kapur më përpara, duhet ta shkruaj në ndonjë vend sepse kështu vijnë temat zakonisht. Në biseda të ndryshme me miq apo të njohur del një detaj, domethënë që mua më ngacmon për të shkruar një skeç të ri. Ti mendon se gjatësia është bekim apo mallkim? Unë mendoj që gjatësia është thjesht një fakt dhe varet si e merr. Shpeshherë Ti si e ke marr për shembull? Varet nga dita. Në momentin që ka ditë, domethënë që gjatësia më jep dhimbje shpine sepse duhet nuk e di të bëj punë ose për shembull më lejo të të them një detaj shumë të lezetshëm për sa i përket marrëdhënies me maman time origjinale. Origjinale. Jo ato të skeçeve. Që shohim ne. Por që mamaja e skeçeve është një shëmbëltyr. Absolutisht. Mamaja shqiptare. Çdo mamaja shqiptare, unë flas për maman time sepse ata i njoh domethënë kështu totalisht 100%. Dhe mami im ka një zakon që të gjitha orëndit e mia mi merr dhe mi zbret te dollapet poshtë. Unë të dollapet poshtë duhet të ulem dhe shpeshherë domethënë më kalon. E kam me vertebra të dëmtuara. Dhe sa herë vjen mami im në shtëpi në momentin që ajo largohet, pastaj unë i marr gjitha orëndit i çoj te dollapet sipër që ti kem më të lehta për t'i arritur. Ka ndodhur ndonjëherë që të futesh diku në një vend me shumë njerëz dhe ti je më i gjati dhe të shohin kështu sikur erdhe nga hapësira? Ndodh gjithmonë. Dhe zakonisht ka 3 faza. Gjithmonë them që ka 3 faza. Thon, "Oh, sa i gjatë ky", pastaj, "Oh, sa i çuditshëm", pastaj, "Oh, është ky gjatë". Domethënë ti përfaqësohesh me 3 faza. Me 3 faza. Alex, meqense ti përmende maman tënde, mami jot, si e do femrën tënde në krah, të gjatë apo të shkurtër? Pastaj kalojmë tek tine. Po sigurisht të kalojmë mamaja tek një. Kam përshtypjen që ka ardhur një moment që mami nuk ka më pretendime fare, thjesht Ti jetë si ti jetë. Na sill një nuse më rëdjal. Na sill një domethënë nuk ka pretendime. Po ti si e do? Asun nuk është se kam pretendime. Gjatësia më duket diçka shumë e parëndësishme. Po ke menduar për shkak se do ndihesh në siklet, nëse ajo do të jetë shumë e vogël apo do mendosh që do të jetë më lehtë për ta marr hopa për shembull apo? Thash për sa do ishte më lehtë. Okej. Jo, nuk e kam menduar me thënë të drejtën. Sinqerisht gjatësia nuk më duket një kriter. Përcaktues, sepse më interesojnë gjëra të tjera, domethënë tek absolutisht, sepse gjatësia në fund të fundit njerëzit kanë tendencën edhe të shkurtohen me kalimin e kohës, nuk e di nëse e dini. Të kurremi. Të krusemi. Dhe është më e rëndësishme ajo që ka brenda kokës, domethënë, se sa Alex, gjatësi. po mendoje njëherë që do jesh gjithjetër shërbëtor i saj?
Kështu shpreje. Unë kam qenë gjithmonë, po, gjatë shërbëtorit të shkurtit, kur sidomos kur bie fjala për të vendosur perdët në shtëpi, ajo është Për të lara bashkëre. për të lara bashkëre apo për të hequr rrjetat e merimangave. Kjo është një fat, domethënë që unë jam dorëzuar tërësisht Në përdirë në përjetësi. deri në përjetësi. Alex, mendon se gjatësia ndikon në krevat? Është pak temë nxehtë kjo, po ti do përgjigjesh si çuni guximshëm që je. Vështirësi në televizor. Ka vështirësi. Ndërkohë Albana tregon me detaje. Je lidhur me ndonjë person të gjatë sa po është? Jo, okay. Kam përshtypjen që nëse krevati është mjaftueshëm i madh, mund të shkojë mirë, sepse në fakt nuk është gjatësia përcaktuese, por është elasticiteti i trupit. Që unë nuk e kam atë që imagjinoj. Është dhe gjatësia e krevatit, do të Është dhe thuash. gjatësia e krevatit, po, domethënë ka shumë komponentë të tjerë që e ke parasysh E janë të plotësojnë atë rëndësishëm. figurën e një të gjati. E një të gjati, absolutisht. Pastaj janë edhe gjëra të tjera. Cilat janë këto gjërat e O, tjera, zoti që thua Mat, gjërat e tjera. Po Të që- bëjmë kaq përgjithësues. Na kalon në detaje Alex, jepi. Po si në detaje, për shembull, Çfarë ka gjëra të si tha tjera? ajo, nuk janë të rëndësishme për masat, se sa ka rëndësi lëvizja e oqeanit, Cilësia. cilësia, The quality, që një person i cilësisë. po absolutisht, E cilësia përmendëm jo edhe tek sasi. femra, në fakt që gjatësi nuk e konsideroj, por kështë cilësi të tjera. Po. Alex, falenderojmë që ishe me ne. Ishte kënaqësi shumë shumë qef që të madhe. flasim me ty dhe për më se sa tepër për gjatë që gjatësi. jam. Live from Tirana.